argument që këta janë bashkë, këta janë kundër Kurtit e tjerë, narracion i cili përjetohet rënd në LDK. Jo, ose s'ka lidhje as modët LDK-s. Po e them edhe një herë, nuk ka asnjë lloj problemi politik të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra të natyrës politike, me kryetarin e kryeqytetit. Lëvizja vetëvendosje, pra nëse lëvizja vetëvendosje përfaqësuesve të saj ju duket e rëndësishme, le të shkojnë deri në Podujev. Pra të merren me kryetarin e tyre, i cili bashkëpunon me PDK-n, apo ose në fushë Kosovë është më afër. Kaq. Në Podujev duket që ka qenë edhe gjatë parazgjedhor në dy raste. Cila ka kaluar marrëveshjen, ka kryer fagore në rondin e poshtë. Ai është bashkëpunim shumë i thellë, ndërkëse në Prishtinë ne kemi patur një garë të fortë me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila duket qartësisht që ka rritur mbështetjen, apo jo, sidomos ish kandidati i saj për kryetar të kryeqytetit. A ekziston ky sentimenti brenda votuesit LDK-s kundër PDK-s, apo ky votues tashmë s'gjendet në LDK? Pra, ka nevojë me majtë si barë LDK-ja këtë sentiment. Pra, nuk është barë, por edhe votuesit, edhe drejtuesit e LDK-s njohin historinë e raporteve. Pra, do të thënë se jemi pa kujtesë, dhe raporti me PDK-n ka qenë shumë i vështirë. Sidomos në fillim. Ma kritik ndaj PDK-s keni qenë ju, dikur. Po sot është një rrethon tjetër. Po prandaj po them, por në kujtesën e kam. Edhe në raste ekstreme, pra që nga epoka e presidentit Rugova ne kemi bashkëpunuar dhe me PDK-n, po probleme ka patur. Nëse qoftë për interesat më dha, apo qoftë për zgjidhje politike pragmatike favorizon bashkëpunimin, kjo nuk do të thotë që me atë ndryshon dhe gjithë elektoratin apo bindjen e elektoratit. Unë jam shumë i bindur që ka një pjesë të mirë të elektoratit që ka shumë refuzim. Vazhdon me pas refuzim. Po. Për shkak se jo pak njerëz besojnë se elektorati tashmë është në guxo. Nuk është më në LDK. Atë nuk e di sepse elektoratin e guxon nuk e njoh. Në fakt, po duket që ka një tronditje në guxo, meqense shumica deputetëve po duket që do të kalojnë tek ju, këta deputetë e guxo, pra do të vinë me zonin Osmani sërish. Po me sa kam parë, me sa është raportuar, po. Dishala, a mendon që zgjedhjet e 7 qershorit mundën me qenë determinuese në zgjidhjen e krizës, apo në fakt ky është thjesht një proces tjetër zgjedhor në kuadër të shumësisë së proceseve zgjedhore që na kanë rënë hisë tash në një vjet e gjysmë? Nëse pjesën më të madhe, mundësinë më të madhe që të zgjidhë situata do të ketë zoti Kurti, prapë do të kemi kriza. Pra, sepse kjo është... Pra nuk beson që ai mundet me prodhu një edhe s'mundet edhe nuk do. Sepse me 51.1%... A mundesh me na shpjegu pse s'mundet edhe pse nuk don? Nuk mundet sepse s'është i aftë të bashkëpunoj, dhe nuk do sepse ideologjikisht ai mendon që atë favorizojnë krizat. Pra, nëse vën në një rrafsh normal të qeverisjes, i cili do duhet të ishte si tush i pa diskutueshëm për të vlerësuar punën, ai s'funksionon fare, dhe këtë dëshmon mungesa e rezultateve në çështjet e qeverisjes së vendit, të politikës së brendshme, të politikës së jashtme, të mungesës vizionit bashkëpunimit të tjerë. Pra, nëse normalizohet, nëse duket si një strukturë politike normale, ajo nuk funksionon. Sepse si e tillë është ndërtuar dhe ideologjikisht është tillë. Duhet të ketë kriza të vazhdueshme që të duket sikur sa ai po i zgjidh krizat ose nuk po e lën që të zgjidh krizat. Edhe sa kohë kështu, për shkak se na kena po këtë unë nuk e di. 5 vite duke marrë me këtë pjesë. Këtë unë nuk e di. Sepse kjo ndërkohë ka vazhduar në kuptimin elektoral këtë mbështetje, po. Këtë nuk e di sepse pra kjo duhet zgjidhet po në rrafshin elektoral. Dhe ne ndoshta duhet një opozit edhe me strukturuar dhe me veprime me specifike, por ka edhe një diçka, sepse mekanizmat politik që burojnë nga ideologjia për të cilën po flasim,
krizën e përdorin edhe në një rrafsh që është krejtësisht i padukshëm. Atë që nuk është vlerë konsakrojnë si një lloj vlere. Dhe ajo që s'është fare vlerë ndihet si vlerë. Atë ne nuk e vrejmë, po gradualisht na dominon. Pastaj përdor mekanizma shtetëror fiktiv që të ndërtoj skema korrupsioni, që duken si skema sikur se ndihmojnë, pra si skema sociale, janë quasi sociale, dhe me të cilat ndikohet elektorati drejt për së drejti. Dhe këtë kemi parë në vitet e fundit. Pastaj krijojnë monopole, me cilat favorizojnë bizneset të caktuara që lidhen me pushtetin padukshëm, kritikojnë në fyn të tjerët, ndërkas lidhet e vërteta i bëjnë vetë, si në rastin e rreth 4.000 kontratave një burimore, pra që janë kontratat monopolit total. Dhe këto pastaj, në rastin tonë, në vitet të fundit, për fatin e keq kanë dëshmuar dhe një gjë tjetër, që përpos që ne, pra na qeverisin, persona dhe struktura të korruptuara, ne jemi një shoqëri lehtësisht e korruptueshme, sepse pranojmë si të tillë, prandaj votohet. Pra është kthyer në një lloj vlere dhe bashkë me njohjen e ignorancës si vlerë, këto janë rezultatet më të rënda, rezultatet më të këqija politike, historike të kurtin politikën e brendshme, po dhe të rrafshit social. Fakte ka pas një deklaratë në Verasoni, shkrevi gjykatës kushtetuese, thotë mi pashti 400 milion në cilin do vend i kishte efektuar zgjedhjet. Pra që po duket po janë më shumë se aq. Megjithatë, është një shembull Hungaria. Orbani mas sa viteve dominim, mas 16 viteve, u mund nga dikush që deri para 2 vitesh nuk e njeh ke kërkush. Edhe në fakt dhe ishte mbështet si ti. Po, edhe në qaq zërish Orbani, sa që në ditën e zgjedhjeve shpërndanin edhe friza në për njerëz, pra, në tentim me korruptu votën, po nuk arritën. Në fakt i fitoi 2/3 e parlamentit, që është një thirrje për opozitën, pra mundesh me pas përballë dikë që shpërndan para, siç po thonë ju kurti ka shumë para, po opozita megjithatë ka një alternativë. Po ka dy se mbi gjitha forca e opozitës është ideja. A ka prodhuar në fakt ide kjo? Ka opozitë, edhe nëse s'ka prodhuar ide, çish mundet më shumë kurti ose cili do kryeministër në mungesë të ideve që mundet me prodhu një opozitë. Jo mjaftueshëm. Por për rastin e Hungarisë, është edhe i ngjashëm, po dhe jo, sepse spari Hungaria kishte një rrethon lehtësuese, sepse është vendi i Bashkimit Evropian. Ajo që ndodhi vërtet është një lloj kryengritje politike, po që disa rrethana e kanë mundësuar. Atë gjë, pastaj erdhi pas 16 vjetëve. Nëse ne do të kalojmë pushtete si ky, edhe 10 vjet të tjera, sepse 6 kemi kaluar, ky vend do të jetë një gërmadh. Se ne s'kemi siguresat që kishte Hungaria si vend i Bashkimit Evropian. Nëse merr edhe një mandat kurti, vendi shndrohet në një gërmadh. Në një gërmadh, sepse institucionet janë gërmadh, qoftë dhe me përfaqësimin që